Policia vendore e Shkodrës ka identifikuar dhe arrestuar autorit e ngjarjes së mbrëmshme që qelluan me armë zjarri dhe goditen me sonde të forta shtetësinë Edison Tirana. Efektivet kanë bërë ndalimin e dy vëllezërve, Gjovalin Gjekaj dhe Pëllum Gjekaj, banues në fshatin Pietroshan të Malësisë së Madhe, ndërsa është shpallur në kërkim një tyre. Këta dy shtetas dyshohet se kanë qelluar me armë zjarri pistolet automjetin e shtetasit Edison Tirana, 42 vjeç, banues në fshatin Trush të njësisë administrative Berdis në Shkodër, dhe me pas se kanë rrahur atë. Konflikti mes tyre ka nisur që në doganën e Hanit të Hotit për çështje parakalimi. Dy automjetet kanë parakaluar disa herë njëra tjetrën, ndërsa kanë bërë edhe një debat fillimisht mes tyre. Pas parakalimeve në afërsi të rreth rrotullimit të Koplikut, shtetasi Gjekaj dyshohet se ka qelluar me armë zjarri në pjesën e pasme të automjetit i Benz të Edison Tiranës. 42 vjeçari nga plumba që ka marrë dhe në gomat e makines ka humbur kontrollin dhe është përplasur me bordurën e një karburanti. Tirana ka dalë nga automjeti dhe është futur në një tokë aty afër për t'i shpëtuar ndjekjes autorëve, ndërsa vëllezërit e dyshuar janë vënë pas dhe pasi e kanë gjetur në vendin ku tentoi të fshihej, kanë goditur me sonde të forta, duke i shkaktuar dëme në trup. 42 vjeçari rreth orës 19:30 minuta u paraqit në spitalin e Shkodrës, ndërsa është jashtë rrezikut për jetën dhe pasi mori mjekim, dha dëshminë e tij në polici duke treguar konfliktin që nisi për parkalimin që nga dogana Hanit të Hotit. Policia nisi menjëherë punën duke arritur të identifikojë autorët e dyshuar, ndërsa ka shpallur në kërkim edhe nipin e tyre. Efektivet vijojnë punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes së ndodhur mbrëmjen e 15 nëntorit.